Tom ndajpni dhe një gjohë për banesë të ndajpni, saj për të pagu dhe kush banesë të paguje, për të hongër ja gjoj qarën. Ky është Refet Rizvani. Jeton i vetëm pas një pjesëtar të familjes, i lindur dhe i rritur në fshatin Gjurgjevish të Gostivarit. Sot në moshën 58 vjeçare, varfëria e skajshme e ka detyruar të vijë në Tetov. Jeton në një banesë me qira në dalje të Tetovës për në Gostivar. Pothuajse pjesën më të madhe të ditës e kalon duke bredhur rrugëve për të kërkuar lëmosh. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, është e pamundur që të punojë. Merr një ndihmë prej 5200 denarësh, kurse banesën ku jeton e paguan 120 euro në muaj. Kërkon ndihmë vetëm që të arrijë të paguajë qiran. Ndonse është në moshën 58 vjeçare, fytyra e tij tregon sikurse të kishte jetuar 3 jetë. Pa asnjë familjar, jeton i vetëm, duke u përballur me vështirësitë që i ka sjell jeta. Kom shtëpi, gatun kom shtëpi, pas rujo, pa kur gjo, më dun shtëpia, më dun gatun, më dun, kitë më dun, e ne asu s'kom, as kur gjo s'kom, si më shajpni, bab në kom, non në kom, vla në kom, ta shumë këta të tovë. E të ma pagu dhe kush banesën për të hongër, për të pajt, ja joj qarën. Përveç varfërisë, Refeti përballet edhe me probleme shëndetësore. Duke qenë se ka qenë 3 herë i operuar, ai nuk mund të punojë dhe kërkesa e vetme e tij është të paguajë qiran. Pa me shëndet, 3 operacije jam bëu. Një operaciu bëra në Gosivar, një në Tetov, një në Shkup, 3 operacije në upën nuk qëmë merë, ku një nuk qëmë hiq mirë. Ka kome titë, halë kome qëmë. Janë, që to. Unë kërkoj, si të u përlemëndaj shumë, të më ndefni në kush të më ndaje, dhe një dinar, dhe një ato, dhe një për të hongër për pajt, të më paguj dhe kush qiran, saraj, për të hongër për pajt dhe gjoj qarën. Për Refetin tashmë që 2 vjet kujdeset Nadi Berisha, një banor i Tetovës. Nadia tregon se Refetin e ka takuar në tregun e Gostivarit shumë kohë më parë, duke i ofruar ndihmë. E kum pas e ingrasha me rake, me qira e kum në maun, në shtenë, qa që nuk kam mundëse, nuk pa punja, po nuk shumë pazar privat. E shtenë, nëse ka dhe një zhidit për qiran, sal t'i afrohet pak të kushtin ndihmojë, që jo, se për të hangër për asi, ja gjenë qarën vete, dhe i apin dhe kush të këtë furnat, i njohën shumë i qashten këta, dhe në për gjema, kështë gjema, dhe lipën pak. E ne për këto Ramazan, këto fitra, dhe nësen të kush, familjes teme që i organizoj, unë i apin pak, ndimojnë pak për veshe, për kësi. Qa jo, kresore, që këtë bërëm qiran që pa gjëve dhe kush, i për ndime t'japin pak. Qa jo, se për ja për punë sashtë, se 3 për se i ka të bëmë, se bili gjithë pramë në kësham beqava në spital, se që tërkush s'ka, përveç me s'ka kush t'i një mojë tërkush s'ka. Të gjithë ata që kanë mundësi për të ndihmuar mund të kontaktojnë direkt Refetin në numrin e telefonit 070 948 483.